Pa, përsa tash unë e kom vajzën 18 vjeçare dhe i shoh shoqet e saj, rrethin e saj, edhe janë shumë ma natyrale, ndoshta se një gjenerat para që kjo është për falëndërim është Zotit. një trend cilin tash janë të ndjek jo veç se na, po edhe në krejt botën edhe që është përcjell. Realisht para disa viteve ka qenë një trend që është kanë qenë ma të egzageruar. ka qenë një presion ma tepër mendoj i rrjeteve sociale që i ka shtyr me u duk në perfekcion, edhe atë perfekcion e kanë marrë duke u bazu në idole të ndryshme që janë prezantuar me anë të filterave të ndryshëm që nuk kanë qenë real. Tash ka ardhur një periudhë kur është kuptu edhe më shumë janë të fokusuar vajzat në rezultatin e fundit dhe qëllimin e vet. Mendoj që janë vëdisuar në shoh për mënyrës se sa është trend me u marrë me disiplinën ditore, me ushtrimet, po flas gjithmonë për rrethin cilin mu më rrethan, për shoqërinë pikërisht e konkret vajzës time. E ka prëpë kohën me ato se ku kanë me shku me ushtru, çfarë ushqimit shëndetshëm me hongër, edhe me çfarë produkte më kvalitative dhe më duk sa ma natyrale. Gjitha janë me flokë gjata, bukrat pa ngjyrosne, natyrale. Një ten po që ju shkëlqen, që edhe tash është trend. Shkëlqimi i trendit është diçka që është in.